Në Kavaj nuk do ketë më faturime a forfe. OSHE ka përfunduar instalimin e macave në masën 100% në qytet, ndërkohë që deri në fund të muajit pritet të instalojnë maca dhe në zonën e Shiakut dhe Krujës. Drejtori i OSHE-s për rajonin e Durrësit, Plator Mehmeti, u ka bërë thirrje qytetarëve që të bashkëpunojnë për përfundimin sa më të shpejtë të procesit të vendosjes së macave të energjisë elektrike. Kemi disa vështirësi, ka abonentë të cilët nuk e kuptojnë, ose ka abonentë të tjerë të cilët edhe pengojnë. Gjej rast të them që duhet të bashkëpunojnë, sepse montimi i macave në radhë parë është mirë për ta, është edhe në interesin e kompanisë. Përndryshe ne jemi detyruar të marrim masa edhe deri në ndërprerjen e energjisë elektrike, edhe në penalitetet të tjera. Brenda 25 qershorit pritet të përfundojë gjithë procesi i instalimit të macave në rajonin e Durrësit, ndërsa reflektimi i faturimit sipas konsumit real pritet të ndihet në faturën e muajit gusht.